e kam një vetën shumë keq, kur kam shku në borrimet shokëve të mi, pa uniform, do më thonë. Fatkeqësisht, shumica e veteranëve sot dhe luftëtarëve të cilët kanë qenë në luftën e Kosovës, disa prej tyre i kanë rujt uniformat e luftës, por shumica dhe nuk i kanë. Ideja lindi, mas pari nuk është ide kjo me e qujtë kështu kushtimisht, sepse gjithë ushtrit e botës e kanë këtë punë, domthonë nuk është shpik diçka, po vetëm se kam fillu me mendu rreth kësaj dhe me punu rreth idejës së një uniformës të unifikume ceremoniale të veteranëve. Për me ardhur deri te përfundimi, jam konsultuar mas pari me shokët të brigadës time, të njësijës, jam konsultuar dhe gjithë jam pajtu se po, kemi nevojë me pas një uniform të tillë. Më pastaj, gjatë zhvillimit të idejës së uniformës, para se me fillu për idejën e uniformës, kem fillu ne me pregadit disa gjana historike, si që është kazerma e brigadës 119 Ademi Ashari, dojmë me rekonstruu ose rindërtu kazermën me këthy ashtu në gjendje si që ka qenë gjatë luftës. Gjatë përpunimit të projektit mas pari, se projektin është e bo Shpëtim Musliu, është pjesëtari brigadës tonë, kem kalin nevoja për krijimin e një fondacioni i cili do të mirët definitivisht me atë çështjen në mënyrë zyrtare. Kur e kem kriju fondacionin, e kem quajtur Fondacioni i Veteranëve Don't Forget, që gjithë e dini që nuk kupton që mos të harrojmë. Ai fondacion është kriju me qëllimin e kazermës, mirë po tani mendimet janë zgjeruar edhe më tej që të bëjmë projekte pikërisht në të mirën e historisë së lavdishme TUÇK-s, por edhe në historive kombëtare që i kena tjerat. Si projekt paralel me kazermën është zhvillu ideja e uniformës së veteranëve. Për krijimin e modelit, jam konsultu me Esat Çollakun, i cili, si që dini ju, është veteran edhe i luftës së Kroacisë dhe veteran i Kosovës, i cili ka qenë pjesëtar edhe në brigadën tonë, brigadën 119 Ademi Ashari. I na konsultu shumë, do me thonë, edhe me veteranët e Kroacisë, kam pas mundësinë me bisedu edhe me disa veteranë amerikanë dhe kem marrë gjitha mendimet dhe kem kriju këtë uniform kështu siç duket sot që e kam në vesh. Unë duhet ta them, ishëm se bashku me Nofkën që e ka komandant Shupi Ferit Berisha në lutjen e mëngjesit në Washington me ftesën e administratës të presidentit Trump dhe atje e prezantuam uniformën e ardhshme të veteranëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Miratimin, me thonë drejtën, e kem marrë më të madhin në Washington, ku na kam përgëzuar edhe atje shumë njerëz eminent dhe luftëtarë të ndryshëm të huaj. Pas miratimit tonë, ne kem dërgu kërkesë në shoqatën e veteranëve, në organizatën e veteranëve të luftëtarë të Kosovës. Kjo ka ndodhur para 2 javë, më duket, po i ka 2 javë, dhe është dërgu kërkesa për zyrtarizimin e kësaj uniforme. Dhe kem diskutu me shoqatën shumë gjëra, kem diskutu edhe për krijimin e rregullorës së bartjes së uniformës dhe kuptohet edhe deri me mritje ligji i veteranëve, i cili ende është i mangët apo nuk funksionon hiç. Ka qenë një moment që me dhjetra qindra, apo me qindra, me dhjetra, me qindra njerëz, kanë ardhur për kulur dhe kanë thënë një fjalë shumë të madhe për ne. Për ne që duhet të erdhë, duhet të jetë në gjithë popullin tonë, të gdhendur në trunin tonë. Ata thëshin, ju faleminderit që keni shërbyer atë dheu tuaj. Mundesh me marrë me mend, një Amerikan ta falenderohet për shërbimin që e kemi bë ne për atë dheu tonë që kemi pas obligim. Pas aprovimit të kërkesës si veteran, kam bë pyetje se a kam mundësi me vesh uniformën e veteranëve. Ka zgjat një periudhë për 1 javë kohë dhe ma kanë këty përgjigjen që po, muj me e vesh. Ajo ka qenë e veçantë për mu, shumë ma e veçantë, sepse ne jemi të ftuar në lutjet e mëngjesit në cilësinë e veteranëve të UÇK-s. Mu, Washingtoni ma ka dhënë një shtytje shumë më të madhe për me fillu me realizimin e këtij projekti dhe tani më veç jam duke punuar në këtë drejtim. Kam bë shumë analiza për këto 1 vjet e gjys, kam tentu dhe kam pas dëshirë ime ka qenë me prodhu në Kosovë,
në këtë kvalitet që e kam unë sot, nuk kam gjetë mundësi, kështu që jam detyruar diku në jashtë me e prodhu dhe tani më i presim mas një muaj gjysmë një sasi të konsiderueshme së fillestare për veteranët. Nuk e pas parasysh që Ushtria Shkrimtare e Kosovës nuk kemi pas në uniformë zyrtare, kemi pas 10 uniformat të cilët i kemi përdorur gjatë kohës luftës si mungesë natyrisht i prodhimit tonë vendor apo prodhimit të fshimeve tonë apo të Shqipërisë. Ajo që neve na ka unifikuar të gjithë dhe kanë qenë amblem Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës dhe natyrisht me atë amblem ne tani duhet të orientojmë si pasardhëse që natyrisht sot si veteranët e Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës ta kemi një uniformë të unifikuar, të pranuar, edhe të ketë një farë mënyrë rregullore të cilët kur të mund dhe kush mund ta përdor atë uniformë. Simbolikat, muj edhe mi tregu këtu, simbolika e parë kuptohet fillon nga shenja e UÇK-s, e cila është e krijuar nga shqiptarët, kuptohet për çata është kemi luftuar për këtë flamur. Dhe kjo shenjë dhe ky flamur kanë krijuar brigadën, kjo është shenja e brigadës tonë, dhe nga kjo brigadë dhe kjo shenjë është kriju shteti i Kosovës, këtu e kem shtetin e Kosovës në anën e djathtë, domethënë. I think it looks smart, it looks dignified. You can't confuse it with the uniform that somebody who's serving today would wear, so it's different. It's dignified. I think it's a very good idea, and I think that it could have all sorts of social benefits and do a lot to help the veterans who are now starting to get a little bit older. And I think they deserve recognition. It's incredibly important to recognize what people have achieved. Sa i përket shpërndarjes dhe shitjes së uniformës, uniforma do të jetë e gatshme për shitje për çdo individ që e pëlqen këtë uniformë. Ne mendojmë se shumë njerëz që do të kërkojnë me ble nuk do të jenë ushtar, po do t'i blejnë për me adhuru një ushtarit, babës për shembull, mikut, shokit, punëtorit nëse ka veteran. Kështu që teknikisht gjatë shitblerjes është e pamundur më u verifiku kush po e blen, por çka është shumë me rëndësi, shoqata mu ka premtuar e veteranëve se do të punojnë dhe do të punojmë së bashku nëse ka nevojë edhe ata do të ndihmojmë për krijimin e rregullorës se kur bartet kjo uniform, në çfarë ditë të caktuar, si bartet, si duhet me usjell kur e vesh këtë uniform njeriu. Kështu që ajo nënkupton arritjen deri te një ligj i cili i tregon të gjitha rregullat. Sepse unë kam pyetur në Amerikë, atje mu ishte shlirë me bleni uniform edhe generalit, edhe si huji, por a kishe drejt me vesh në qytet, ajo është tjetër rregull sepse aty shteti e sankcionon çdo person i cili mundet me keq përdor. Kështu që po për këtë specifikisht, për uniformat veteranëve, ne nuk kemi as rregullore, as ligj për momentin. Kështu që besoj që shumë shpejt do të rregullohen edhe ato.